Përshëndetje. Here këtu kam 2 mbretëresha. Kjo është një koshere tek. E kam ndarë në mes, si shihet, si kam vendosur dhe një rrjet që mos kalojnë keq sa me një anë tjetër. Ta shikoni poshtë se disa duken kamerë. Këtu është një hyrje, këtu është një hyrje tjetër. Tu para 12 ditësh kam vendosur 2 mbretëresha të reja. Edhe sot do bëjmë kontrollin nëse janë frekonduar apo jo. Para 2 ditësh ju hedha nga pak shurupë, se në moment që i ka të ndarë nuk i kam ushqyer fare. Por e di që ka 10 ditë që mbretëreshat kanë lindur, sepse i kam pas shënim se kur do dilni. Kështu që do e bëjmë nga një kontroll. Siç shihet, bleta është e qetë. Në moment që bleta është e qetë, nuk rrin duke pundur krahët. Atëherë besim që mbretëreshat do jenë edhe do jenë frekonduar. Po vetëm pak buk i kam vendosur, shurup para 2 ditësh i kam hedhur dhe pak. Por nga që po e shikoja që bletët po sillnin polen edhe isha i sigurt që mbretëreshat janë frekonduar. Si shihet, me 3 korniza i kam bërë ndarje. Të ja kam pas vendosur. Kjo është me një anë është të punuar, me një anë është të pa punuar. Shikohet këtej sa po ja kanë nisur, këtej e ka punuar komplet. Ne shohim që s'është është mbretëresha këtu. Nuk është. Unë i kam dhe 2 të tjera dhe 2 koshere tjera si këto, sepse unë i kam dhënë re gjithmonë se nëse mbretëresha frekondohet edhe është në një koloni që ka më shumë se 2 korniza miz, ajo del shumë më mirë mbretëresh. Sepse atë ushqim me shumë qumësht, ajo bëhet super edhe bën super pjellje. Mashallah, ja ka nis me pjellje. Mbretëreshën nuk e shoh, por është komplet me vezditore nga këtu deri këtu. Te e kam mbush me nektar, këtu pak polen. Këtu do t'jetë dhe shurupi që i kam bërë mbra të vitësh sa që nektar. Ja te kesh, mashallah. Nuk këtu para kishtit tim, kjo gabelja e zis. Mashallah. Edhe këtej e ka mbush kornizën pothuajse 80% me pjellje. Mbretëresha është super e madhe, super e mirë. Mashallah. Tani nëse do mundem t'ja bëj një pikë pa e kap, do ishte mirë. Ky është lapsi i vitit kaluar, por që problem ka, unë i kam shënuar nga mrapa se cilit vit është na iku. Nuk e shënova. Ja ta provojmë edhe një herë këtu. Mashallah, mbretëresha ka një trup super të mirë, super e madh. Perfekt. Unë nuk rri duke bler lapsa çdo vit, siç ua kam thënë edhe herë tjera, por unë e shënoj nga mrapa te kolonia dhe e di se mbretëresha e cilit vit është. Ja tek është mbretëresha tani me ngjyrë, nëse mund të dalloni më mirë. Mashallah. Po mbretëreshat, sepse shumë herë më pyesin këto bletarët e ri kur vazhdon pjelljen, sa ditë don. Unë kam dhënë re se tek disa mbretëresha, disa koloni, mbretëresha vazhdon pas 7 ditësh, 8 ditësh mbasi ka lindur, mbasi ka dalë nga ajo. Disa të tjera mund të arrijnë edhe 10 ditë, 12. Disa vonojnë më shumë që të bëjnë pjellje, disa pjellin më shpejt. Gjithashtu e kanë gjitha fikse. Mashallah, mashallah. Mashallah. Set, pjellën, set me pjellje. Kjo është mashallah, nga më tjetër. E disa mund t'i kapi kamera, s'pesoj se duken. Këtë e kam mbush pothuajse 90% me pjellje.
Nëse se këtu në mes nuk e dia I bie drita se duket se është. Kemi 2 korniza. Vetëm pjellë ditore. Treta jo, kjo është më polem, ka dhe pak të ardhë, pak në shërupi që I kam hedhën. Këte është komplet e pasër, që që do ja rrotulloj këte, kornizën dhe ja vjen nga kjo anë këtej. Se këtej e ka pastru, që që ajo, moment që këto dyja I kam mbush plot me pjellë, do ka leje ta bëj edhe me pjellë aty. Këtë keni kujdes gjithmonë të këto mbretëreshat, prandaj unë I shënoj sepse e di se ku është. Edhe në moment që I afrojmë kornizat, kemi kujdes mos ta shtypim. Sidomos këto që janë mbretëresha të reja janë shumë të shpejta, siç e pak. Në desh të ndjekjen nga mbrapa, ose si varsulën tek telefoni. Sa po shohin diçka të zezë. Prandaj jam me doreza sot sepse I kam hangër disa picëkimi nga një bletat, janë një koloni super e egër. Që është mirë punem me doreze dhe me maskë. Nuk është shembull ai që mund të rrim pa doreze e pa maskë që të japin letarëve tjerë. Veti ka ardhur këtu në fund kornizës. Herë mbretëresha është këtu. E kthejmë me kujdes. E mbyllim edhe I urojmë sukses. Këto unë për momentin I kam frekonduar gjithë mbretëreshat, I kam ndryu më shumë se 40 mbretëresha të reja I kam frekonduar, I kam ndryu edhe bletët e mia, kam ndryu shumicave që s'm kanë pëlqyer mbretëreshat. Sepse tani në këtë muaj me një fjalë mund ta bësh dallimin nëse është mbretëreshe mirë apo jo. Nga ato ditit kaluar, nëse kanë pjellë të mirë ecin, atëherë ja vlen ta mbash. Nëse nuk ka pjellë të mirë, rrin vetëm 2, 3, 4 korniza maksimum me pjellë hiqe, mos e mbaton. Bosh, por po ja vendosim paketë I rën tjetër. Dhe këto unë I shfrytëzoj edhe në mënyrë që I marr pjelljen. Në fjalë kjo I ka bërë 2 pjellje, ka bërë 2 korniza me pjellje plot pothuajse. Unë kësaj kur të arrije 3 korniza me pjellje, mund t'ja marr një kornizë, edhe I vendos një kornizë tjetër boshe që ta bëj me pjellje. Kornizën e vulosur që është komplet me pjellje, ja shkum. Ja marr kornizën, e doroj tek një koloni tjetër, që tek ajo kolonia tjetër unë do marr mjalt. Dhe këtë e mbaj vetëm të bëj pjellje, e ushqej. Edhe kjo mbushet vetëm me pjellje, edhe I jap dhe korniza për të rregulluar. Kështu që nuk I shfrytëzojmë gjitha bletët, vendosim katët e dyta për të marrë mjalt. Shumë bletë unë I përdor për të ndërtuar kornizat, nëse për pjellje, thjesht për të marrë pjellje. Ja dhe ta shohim këtë tjetrën. Pak të kisha pak me frikë sepse kjo është koshere kuqe, po si shuit tu I kam vendos një dras që është si e bardhë, ndërsa këtej është komplet e kuqe siç është kosherja. Edhe e kisha pak me dyshim, thash mos do ngatrohen mbretëreshat do hyjnë aty apo jo, por mashallah si shihet janë me sukses, edhe kjo është shumë e qetë. Sepse kosheret e tjera që I kam bërë ndarjet për frekontim mbretëreshave si kjo, ato I kam me ngjyrë tjetër njëra derë, ngjyrë tjetër dera tjetër. Por kësaj si shihet vetëm I kam vënë një dras ndryshe. Edhe me sa shoh, dhe kjo është shumë e qetë. Pas kanë depozitu komplet shurupin. Ai është bosh. Ai ka dhe shurup edhe pak nektar. Para 2 ditësh ja pata mbushur këtë që të ushqim. Nuk e hapa për kontroll, ta shullim tani. Kështu që këto, nëse I marr I vendos tek një koloni që është shumë e madhe, edhe e le që të kryejë çikuk tjerë, ose marr dhe I vendos në një të gatshëm që se kam. Ose I shes. Këto 2 mbretëreshat edhe bëj tjera pra këtu. Mashallah. Mashallah. Edhe kjo është komplet me pjellje. Mashallah.
Mashallah. Kjo është komplet me pjelli. Këtu është mbretëresha ndryshe. Kjo mbretëresha shpojnë që ngjyre është, mashallah, shive çfarë trupi ka. Mbretëresha e re. Shpresoj të duket është para këtu gishtit tim dhe këtë du ta shënoj. Kjo mbretëresha, nëna e kësaj mbretëreshës është një mbretëresh, është një koloni e kuqe, që është me 4 cm dërase. Nga atje e kam marrë këtë. Unë nuk i marrë gjithmonë. Nuk i marrë vetëm nga një mbretëri që të krijoj mbretëreshët. Një krijoj nga ato që janë më të mira, më të forta, dhe që kanë prodhim më të mirë, edhe që kanë pjellë të mirë. Te e lyeva pak më shumë se ç'duhet. Shumë e shpejt. Okej. Te e kemi lirë shumë, po si bën gjë. Kam lirë dhe 1-2-3 let. Edhe kjo është koncept kornizës. Por kjo nuk më prish punë më fare. Mjafton që ta shoh se ku është. Edhe si shikohet kjo është si e kuqe, nuk është më të tjetrën. Kjo është golden. Përsa kjo tjetra është karnika. Mashallah, të dyja janë komplet me vezë ditore. Edhe janë shumë të qeta. Që ka bërë një kornizë me pjellje. Se di nëse duket e kamera. Shohim të tjetra. Edhe këtu ka bërë pjellje, këtu ka polen. Kjo si duket është frekunduar më mrapa se ajo. Kjo ka vetëm një kornizë me pjellje. Edhe këtu ka pak, por ka më shumë ka polen. Kështu që këtë do ja kthejmë këtej sepse këtu e ka pastru. Nuk e di sa duket, me ka një vend edhe shkëlqen se ku është ky nektari, ose edhe shurupi, mund të themi si i kam hedhë dhe shurup kësaj, se kjo ka një koloni të vogël, s'mund të mbledhej dhe aq shumë. Si shikohet këtu ku e ka pastruar, kjo nëse do bëjmë kontrollin herën tjetër, se unë gjithmonë bëj kontrollin dhe pasi të vulloset pjellja, atëherë është qartë se e bën një pjellë të shtruar, e bën komplet mbyllur, nuk li hapësirë fare nëpërmes. Atëherë quhet se është mbretëreshë e mirë. Kështu që edhe kjo është, mashallah, është një sukses. Mbretëreshën e kemi këtu. Ja, bletët tani po e pastrojnë, janë mbledhur këtu dhe po ja heqin atë boja. Perfekt, edhe kjo shumë mirë, mashallah. Që do të keni kujdes kur t'i afroni kornizat, se mbretëresha është më këtu, po unë e shoh se e kam vullos. Edhe jam i kujdesshëm që mos t'i vras. Kështu që edhe kjo e kemi me sukses. Kështu që va këshilloj edhe juve bletarëve të ri, sepse bletarët e vjetër normal që ato kanë, ose nuk ju intereson që të merren fare me këto, ato i blen mbretëresha të gatshme. Por va këshilloj që t'i keni edhe në park disa fshehje të tilla, që të keni eksperiencat tuaja dhe t'i bëni memat tuaja, mos rrini duke prit nga të tjerë. Kështu që këtë e mbyllim. Edhe shihemi në një video tjetër. Nëse keni ndonjë koment, doni të pyesni për diçka, mund të më shkruani ose këtu ose në Instagram. Bletarive dhe t'ja kaloni mirë.